I bëj thirrje të dy djemve nga zyriu që mos të përhapin lajme të rreme, nuk ka asnjë lloj gjë të vërtetë. Ne do luftojmë deri në momentin e fundit të dali fituese Rozana, sepse neve nuk dim asgjë se kush do ta fitojë. Neve nuk dim kush do jetë finalisti tjetër nesër. Neve nuk dim nëse përballja e fundit do të jetë midis Rozanës dhe Gjestit, apo Laertit, apo Rozanës, apo Gertës, apo Eglit, apo Danjës, apo nuk e di, nuk e di fare. Nëse kjo do ishte kaq e lehtë, ne do kishim eliminuar përpara njerëz dhe nuk do kishim lënë Gjestin, nuk do kishim lënë Laertin, nuk do kishim lënë Danjën, nuk do kishim lënë Eglin. Tani për fund, nuk është e vërtet as pak. Ne po vrasim mendje si do riorganizojmë edhe një herë tash se është lodhje shumë e madhe, ëh. Si do ribëhet edhe një herë nga e para e tëra kjo gjë. Kështu që ne po shfrytëzojmë këto 3-4 ditë pushim që të pushojmë pak, pavarësisht se pjesa e monitorimeve është goxha, janë 24 orë të shkretët. Po, duhet i bëjtë qartë, nuk fitohet me drona, nuk fitohet me profile falso, nuk fitohet me sharje, nuk fitohet me kërcënime, nuk fitohet me fotopistoletash që na i dërgoni, fitohet me vot. Është e thjesht. Pik. Po, i kemi të identifikuar, presim përfundimin e reality show, nuk duhet të bëhemi pengesë për asnjë gjë. Po, janë një pjesë goxha e konsiderueshme, janë diku ke 22 persona që janë të identifikuar, persona dhe që kanë derdhur cash për Gjestin. Më vjen keq dhe nuk e di pse ja ulin figurën një lojtarit fort si ai, dhe kjo nuk i bën der lojtarit, as pak. Kjo është një gjë shumë e shëmtuar, ata mund të krenohen tashti sepse mendojnë se nesër kur dali Gjesti do i thonë që shiko se çka kemi bërë neve për ty. Dhe ka qenë dhe një pjesë goxha e egër tani nga Egli. Madje njëri është familjari i Eglit.